dorëheqjen e tij, dorëheqjen cilën e ka ofruar më njëherë pas rezultatit? Aty, bashkë në atë kuvendin që e majten këta për me atë mocionin, a me pranu dorëheqjen ajo, bashkë aty u pa se sa lideri pa përgjithshëm është, edhe sa është një farloj egocentristi që mendon veç për karrierën e vet. Pa, ka nuk të ta shkarkojnë atë? Pa, në fakt, ajo ideja aty mas pare i dha dorëheqje. Momentin kur një lider jep dorëheqje, nuk jep dorëheqje për mës me ta aprovu. Në dhona e bon një farë loje, një farë taktike dhe mek mu po më dënë. Po më dojnë struktura, se unë e do shta më largu, po struktura po më dojnë. Ana e dim aty që më boni që në miloj matematika plus ndikimi Vjosa Osmanit në atë kohë të disa delegat, ku ajo ka pas ndikim të disa deg të LDK-s. Në më thonë edhe aty për pak vota, disa vota kanë qenë diferencë, që kanë qenë gati gjyzit, i përgatitun edhe për pak vota mbet kryetar i LDK-s. Mendoj që në fakt Lumira Dbylgjiku me adresimin e djeshëm, ai adresimi i djeshëm ishte një goditje shumë e madhe për LDK-n. Goditje e madhe për LDK-n. Një lider i përgjithshëm, një lider që për një meja do të mirën partisë vet. Problemet që i kam në shtëpisë vet, i zgjedh në shtëpisë vet, nuk del publikisht.